Të nderuar gjyqtar, për gati 3 vite në këtë sallë gjyqi, ju I keni dëgjuar akuzat e prokurorisë dhe argumentet e mbrojtjes. Ju I keni parë faktet, ju keni dëgjuar të vërtetën. Është vetëm një e vërtet që akuzat nuk qëndrojnë. Unë jam plotësisht I pafajshëm. Por e kam thënë dhe e them sërish, me bindje të plot. Unë bashkëndjej dhe shprej keqardhje për gjitha viktimat që kam mësuar në Kosovë pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike. Të nderuar gjyqtar, në kohën e masakrave në Qerez, në Rikoshan, Prekaz, në fillim të vitit 1998, unë isha student në Universitetin e Curiut. Unë nuk po bëja plane si ta merja kontrollin e Kosovë. Po bëja plane si të përgatitja provimet në universitet. I vetmi njeri që po bënte plane morbide, ishte Slobodan Miloševići. Plane për një gjenocid tjetër, për një gjenocid të ri në Kosovë. Prandaj, si shumë qytetarë të tjerë kosovarë, edhe unë me heret u detyrova ta lëshoj Kosovën.